Nëse qeveria në dorëheqje nuk reflekton ndaj vendimit për dalje në tregun e lirë të energjisë elektrike, punëtorët e bizneseve do të protestojnë të mërkurë në sheshin e kryeqytetit. Kështu paralajmëruan përfaqësues të odave e bizneseve pas një takimi që zhvilluan të enjtën, ku shprehen kërkesa dhe pakënaqësitë me këtë vendim. Në rast se nuk do të ketë një reflektim, atëherë bizneset do të bashkë me punëtorët se kanë filluar të ndijnë pasojat negative të këtij vendimi, dhe bashkë me punëtorët ditën e mërkurë do të dalim në shesh prej orës 11 deri në orën 12 për ta shprehur pakënaqësinë që e kemi lidhur me këtë vendim. Një nga kërkesat kryesore që SEPAP të ketë prolongim të këtij vendimi në mënyrë që bizneset të përgatiten, po ashtu edhe infrastruktura ligjore dhe fizike të përmirësohet në të mirë të bizneseve prodhuese dhe shërbimeve që duhet të dalin në tregun e lirë. Ftojmë kekun këtë rast që të mos kërcënaj bizneset me ndalje të rrymës, siç po kemi informata nga bizneset që është duke i kërkuar nga biznesi që ta bëjnë një kontratë, të realizojnë një kontratë, në të kundërtën do t'ja ndalë rrymën. Paralajmërimet tona tash më dalin të jenë reale, besojmë se gjithë prej ne shihemi të informuar për rastet e dy fabrikave të cilat janë në pronësi të investitorëve të huaj ose të cilat kanë kapital të përzier, domethënë vendor edhe të huaj, të cilat janë mbyllur, po flasim për një 300 punëtorë në një prej komunave më të afërt të Republikës Kosovës. Sipas tyre, nëse nuk ka reflektim nga qeveria, do të ndërmarrin hapa të tjerë kundër këtij vendimi që prek mira kompani e punëtorë.